Një delegacion i nivelit të lartë nga Partia Demokratike e Shqipërisë, i kryesuar nga Sali Berisha, zhvilloi një takim me zotin Rikard Kolc, antar i Parlamentit Evropian në grupin ECR dhe pjesë e Komisionit të Punëve të Jashtme. Gjatë takimit Berisha vuri theksin tek zhvillimet para, përgjatë dhe pas zgjedhjeve parlamentare të 11 maj 2025. Berisha nënvizoi se zgjedhjet e 11 majit nuk ishin vetëm një shkelje e thellë e parimeve demokratike dhe kodit zgjedhor, por një farsë plot elektorale e zhvilluar nën kushte terrori politik, keqpërdorimi të institucioneve dhe ndërhyrje kriminale. Ai gjithashtu solli në vëmendje një sër faktësh që sipas tij dëshmojnë një model simpatik manipulimi zgjedhor, përfshir blerjen masive të votave përmes përdorimit të fondeve publike dhe kontratave të paligjshme, aktivizimin e rrjetit të patronazhistë të Partisë Socialiste dhe keqpërdorimin e të dhënave personale për presion elektoral. Infiltrimin e grupeve të krimit të organizuar në procesin zgjedhor në mbi 10 qarqe dhe mbi 20 bashki në mbështetje të rreth 30 kandidatëve të Partisë Socialiste. Eurodeputeti Kolc u shpreh i mirë informuar për zhvillimin në Shqipëri dhe shfaqi interes për pjekjen e problematikës, të cilat ka përcejnë kufijtë e Shqipërisë, si nëpërmjet pyetjeve për Komisionet e Këshillit Evropian, ashtu dhe për ngritjen të një misioni faktmbledhës në Shqipëri për të vlerësuar drejt për drejt situatën në Shqipëri. Në takim u theksua se rruga e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian nuk mund të ecë përpara pa kthimin e standardeve demokratike, garantimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme dhe ndarjen e pushteteve si themelin një sistemi funksional demokratik.